Anija amerikane USS Gunston Hall po bën një vizitë treditore në portin e Durrësit. Qëllimi i kësaj vizite është që të forcohet bashkëpunimi me flotën detare shqiptare, e cila tani është anëtare e NATO-s. Ekuipazhi ka parashikuar edhe vizita në Krujë dhe në Tiranë. Anija është pjesëtare e flotës së 6 amerikane dhe Shtetet e Bashkuara vlerësohen si partneri kryesor i flotës shqiptare. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Durrësi. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës solli sot në portin e Durrësit një nga anijet e flotës së 6 amerikane për një vizitë miqësore në kuadër të bashkëpunimit me flotën detare të Shqipërisë. Anija USS Gunston Hall po kryen një vizitë formale të zakonshme në portin detar të Durrësit. Autoritetet thanë se kjo vizitë është në vazhdim të përpjekjeve të flotës së 6 të Shtetet e Bashkuara për të ndërtuar partneritete globale detare me vendet evropiane dhe për të përmirësuar sigurinë dhe mbrojtjen detare. Anija USS Gunston Hall do të qëndrojë për 3 ditë në portin më të madh shqiptar. Oficerët dhe ekuipazhi po takohen me zyrtar vendor gjatë qëndrimit të anijes në Durrës dhe po marrin pjesë në veprimtari të ndryshme kulturore. Anija USS Gunston Hall, pjesë e forcave detare amerikane, po kryen këtë vizitë portuale si pjesë e itinerarit të saj për të u dislokuar në zona përgjegjësie të flotës së 6 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thanë zyrtarët. Ajo hyri në port këtë mëngjes dhe u ankorua në kalatën 5. Burime të tjera nga porti bën të ditur se gjatë qëndrimit 3 ditor, afro 700 marrizat e anijes do të vizitojnë disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë si Tiranën, Durrësin dhe Krujën, të shoqëruar nga autobusat e agjensive turistike. Kolegëve shqiptar u bën përshtypje për masat e anijes, 185 metra e gjatë, 25 metra e gjerë, me 6 metra zhytje në ujë dhe me një peshë afro 17.000 ton, ku përfshihen edhe 4 helikopter. Flota detare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vlerësohet si partneri kryesor për forcat detare shqiptare përmes trajnimit të personelit shqiptar, stërvitjeve të përbashkëta, pajisjes së flotës shqiptare me 5 motovedeta dhe anije patrullimi, modernizimin me aparatura të vëzhgimit detar. Shqipëria është anëtare e NATO-s pas disa vitesh pjesëmarrëse në programin e partneritetit për paqe dhe kartës Adriatik 3. Ushtria shqiptare ka shtuar pjesëmarrjen e saj me trupa speciale luftuese në disa misione si Iraku, Afganistani dhe tani ka gati njësitë e veta të dislokueshme për misione paqëruese. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Durrës.